Koalicioni shqiptar qeverisës vazhdon të këmbgulse me ligjin e ri për përfaqësim adekuat dhe të drejtë shqiptarët nuk janë më vegël, por janë ligj. Vlen thekson se për gati 25 vjet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është përdorur për propagandë e për mashtrim politik dhe është përmendur sa herë kanë pasur nevojë për vota, por thonë se ka ardhur momenti për ta zgjidhur këtë me ligj. Tash kjo çështje ka adresë, ka përgjegjës. Ky ligj sjell edhe një ndryshim tjetër shumë të madh. Nuk do të ketë më vetë deklarime të rreme dhe mashtrime në kurriz të shqiptarëve. Do të ketë metodologji të bazuar në të dhëna reale. Pra, nuk do të ketë më hile, nuk do të ketë më mashtrim me numra, nuk do të ketë më lojra prapadere. Brenda 6 muajve, i gjithë legjislacioni duhet të harmonizohet me këtë ligj. Ndërkohë nga BDI kundërpërgjigjen se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i hartuar nga Karakhamisheva dhe i përkrahur me bujë nga Vlen nuk është arritje, por është regres brutal. Propozim që po qarkullon në media, nuk parasheh kuota etnike, që do të thotë ne prap do të vazhdojmë si para vitit 2001, kur shqiptarët ishin vetëm 0,2% në administrat. Nuk parasheh obligim për institucionet që t'i identifikojnë në bazë etnisë qytetarët me rastin e punësimit apo avancimit. Nuk parasheh dispozita sankcionuese. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që duhet të zëvendësojë mekanizmin e balancuesit që u shfuqizua nga gjykata kushtetuese ka kaluar në qeveri. Tani propozim ligji duhet të dorëzohet në kuvend për votim.